Në çdo bashkëjetesë njerëzish krijohen marrëdhënie të padukshme që shpesh peshojnë më shumë se ato që shihen me sy. Brenda një shtëpie ku të gjithë jetojnë në vëzhgim, ku çdo fjalë mund të kthehet në titull dhe çdo gjest në histori, e vërteta bëhet e vështirë për t'u dalluar nga loja. Pikërisht në këtë terren të paqëndrueshëm ndodhi biseda mes Ludos dhe Albës, një moment që zbuloi shumë më tepër se sa dukej në sipërfaqe. Ludo ju drejtua asaj me një ton të qetë, por të prerë. Kur ka qenë Limi këtu, të ka ndihmuar në lojën tënde. Por edhe tani ti ke liri. Mund të bësh çfarë të duash, të përplasesh me këdo, t'ua thuash gjërat në sy. Këto fjalë nuk ishin thjesht një koment kalimtar. Ato mbartnin një filozofi të tërë mbi mënyrën se si një njeri duhet të qëndrojë përballë të tjerëve, jo si hije e dikujt, por si individ i pavarur. Alba e dëgjoi në heshtje. Ajo e dinte se prania e Limit dikur i kishte dhënë siguri, një lloj streje emocionale brenda një ambienti të ashpër. Por tani ajo ishte vetëm, pa mburoja, dhe pikërisht kjo vetmi po e detyronte të tregonte fytyrën e vërtetë. Ludo po i thoshte se kjo ishte forca e saj më e madhe. Në atë shtëpi shumë njerëz ndërtonin strategji, krijonin aleanca për interesa momentale, zgjidhnin heshtjen për të mos prishur imazhin. Alba kishte zgjedhur rrugën më të vështirë, të fliste hapur. Përplasja e saj me Klodin e tregoi qartë këtë. Ajo nuk pranoi ta gëlltiste sjelljen e tij ndaj Elionës, nuk pranoi puthjet e dhëna nga inati, nuk pranoi përdorimin e një vajze të re për të krijuar histori primesh. Kur i tha Klodit shko e fli gjumë, mos u ngjit më me mua, ajo vendosi një kufi moral. Dhe ky kufi e bëri objekt sulmesh, por edhe respekti. Ludo dukej se e kishte kuptuar se pas ashpërsisë së saj fshihej nevoja për drejtësi. Biseda mes tyre nxori në pah një pyetje thelbësore: a mund të jesh vetvetja në një vend ku të gjithë luajnë role? Shumë banorë ndryshonin sipas kamerave, sipas reagimit të publikut, sipas primejit të radhës. Ludo po i kujtonte Albës se ajo kishte luksin më të madh, lirinë për të mos u shtirur. Ai i tha se mund të përplasej me këdo, sepse përplasja nuk është domosdoshmërisht dhunë, shpesh është mënyra e vetme për të mbrojtur të vërtetën. Në një ambient ku hipokrizia vishet me buzëqeshje, fjala e drejt për drejt duket agresive. Por ndoshta është forma më e pastër e komunikimit. Alba nisi të reflektonte mbi rrugëtimin e saj. A e kishte ndihmuar vërtet Limi? Po. Por a duhej të mbetej gjithmonë nën hijen e dikujt? Jo. Fjalët e Ludos i dhan një lloj çlirimi, lejen për të qenë versioni i saj, edhe kur ai version nuk pëlqejet nga të gjithë. Në anën tjetër qëndronte Klodi, simbol i një mënyre tjetër loje. Ai kërkonte afërsi për të ndërtuar histori, krijonte drama për të mbijetuar në vëmendje. Alba e kishte refuzuar këtë mekanizëm dhe pikërisht për këtë ishte përplasur me të. Ludo, me deklaratën e tij, u rreshtua moralisht pranë saj. Kjo situatë tregoi se konflikti i vërtet nuk ishte mes emrash, p. Kilometri i fundit i Albës. Alba e mbante telefonin e fikur në dorë, sikur brenda tij të rrite ende zëri i Limin. Ishte nata para spektaklit vendimtar. Në shtëpinë e Big Brotherit dritat nuk fiken kurrë plotësisht, gjithmonë mbetet një shkëlqim i ftohtë që të kujton se dikush po të sheh, edhe kur ti do të jesh vetëm me mendimet e tua. Ajo ul në cep të krevatit dhe i përsëriti me vete fjalët e tij, ato fjalë që ja kishin lexuar në dhomën e rrëfimit si mesazh nga jashtë. Bëhu e fortë. Merri para të gjithë. Bëru në dukje gabimet që bëjnë në lojë kundërshtarët. Unë të njoh mirë ty dhe forcën tënde. Jepi forca në kilometrin e fundit. Unë do të mbështes nga jashtë. Ti je më e mira. Forca. Çdo fjalë i binte në gjoks si rrahje zemre. Por Alba nuk ndihej më e mira. Ndihej e lodhur, e zbrazët, sikur dikush ja kishte pirë gjithë dritën. Shtëpia që të ha ngadalë. Në fillim, kur kishte hyrë, ajo kishte qenë stuhi. Qeshte me zë të lartë, debatonte pa frikë, i shite kamerat drejte në sy. Publiku e donte atë version. Pastaj ditët nisën të bëhen njësoj. Kafja me shije metali, debatet për gjëra pa rëndësi, buzëqeshjet fallto, përqafimet strategjike. Njerëzit aty brenda nuk ishin më shok, ishin kundërshtar të veshur me pijame. Dhe mbi të gjitha ishte mungesa e Limit. Ajo e kishte nënvlerësuar. Mendonte se dashuria e tyre ishte e fortë mjaftueshëm për të mbyllur në një ekran.
por askush nuk të tregon sa e zhurmshme është vetmia kur je I rrethuar nga njerëz. Dialog me pasqyrën. Një natë, teksa po hiqte grimin, Alba foli me reflektimin e vet. Ku je ti? I tha vajzës përballë. Pse po fshihesh? Pasqyra I ktheu vetëm sytë e lodhur. Ajo mendoi për ditën kur kishte vendosur të hynte në Big Brother. Donte të provonte veten, të tregonte se nuk ishte thjesht e dashura e Limit, por një grua me zë, me mendime, me karakter. Tani ndjente se po bëhej pikërisht ajo prej së cilës kishte ikur, një hije e vetes. Mesazhi që e përmbysi. Kur produksioni I lexoi fjalë. Te e Limit, shtëpia heshti. Disa banor ulën kokën, disa bën sikur nuk dëgjuan, disa u bezdisën që ajo po merrte vëmendje. Por Alba u drodh. Ato fjali nuk ishin thjesht mbështetje. Ishin kujtesë se jashtë dikush e njihte më mirë se çdo kamerë. Mira ju afrua. Ky të do marrëzisht. Po unë apo e meritoj, I u përgjigj Alba. Ajo natë ndau në dysh, të dilte dhe të vraponte te krahët e tij, apo të qëndronte e të luftonte siç I kërkonte ai. Lufta e fundit. Të nesërmen u zgjuan ndryshe. I lidhi flokët fort, veshi një bluzë të zezë dhe doli në obor si dikush që ka marrë vendim. Në tavolinë plasi debati I radhës. Arbeni po përpiqej ta ulte para të tjerëve. Ti luan viktimën, I tha. Publiku nuk I do lotët. Alba e pa drejt në sy. Unë nuk jam viktim. Por ti po luan pisët. Po I kthen njerëzit kundër njëri tjetrit dhe pastaj fshihesh pas buzëqeshjes. Shtëpia u trazua. Ishte Alba e dikurshme, ajo që nuk përtypej. Fjalët e Limit po merrnin formë brenda saj. Kilometri I fund. Fjala e Limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri I Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuj. Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si di të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klasë që rrallë e kam parë. Nuk I kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figur loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha I acaruar, të më thoshte prit pak, mendoje edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën shurm. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda. Sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend I sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon? Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen ngadalë, si më thoshte mos u nxeh kot, Lim. Më mungon sinqeriteti I saj që nuk kërkonte asgjë mbrapsht. Unë e di që rrugëtimi I saj nuk ka qenë I lehtë. Ka kaluar keqkuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk I shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ia them në sy këto fjalë. Ti them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht. Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlejnë. Dolce ishte një prej tyre.
kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shoh atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha i dërgoj një urim të sinqert. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti i shkon shumë asaj dere. Ora shënon të 02:13. Në shtëpinë e Big Brotherit nata nuk është kur plotësisht natë. Dritat e zbehta blu rrinë ndezur si sy që nuk mbyllen, kamerat lëvizin ngadalë, ndërsa banorët përpiqen të harrojnë se po shihen edhe kur marrin frymë. Klodin, Londrimin dhe Elionën i kishte zënë gjumi në dhomën e madhe. Ishte nga ato net kur lodhja e javës bie mbi trup si batani e rëndë. Pas një spektakli të gjatë me debate e nominime, askush nuk kishte fuqi as për të folur. Eliona ishte shtrirë në mes, paksa e mbledhur me këmbët e përthyera. Klodi nga ana e djathtë, Londrimi majtas. Një pamje e zakonshme për publikun, shok loje që flen pranë njëri tjetrit pa menduar shumë. Por asgjë në atë shtëpi nuk është kurrë plotësisht e zakonshme. Lëvizja e gabuar. Në gjumë njeriu nuk është më banor, as personazh. Është thjesht trup. Eliona pa vetdije u kthye nga ana tjetër. Një lëvizje e vogël, instinktive. Gjuri i saj u përplas pa dashje pikërisht në vendin më të ndjeshëm të Klodit. Ai u drodh fort. Në fillim askush nuk kuptoi gjë. U dëgjua vetëm një rënkim i mbytur, si zë që kërkon të dalë por nges në fyt. Uf! Pastaj heshtje. Klodi u përpoq të merrte frymë, por ajri nuk i bindej. Trupi i tij u mblodh përpara, duart ju kapën pas çarçafit. Syt ju hapën me frikë. Panik në errësirë. Londrimi u zgjua i pari. Çka ki bre, përshpëriti i hutuar. Klodi nuk fliste dot. Vetëm bënte me shenjë nga gjoksi, fytyra po i zverdhej. Eliona u ngrit e trembur, pa e ditur ende çfarë kishte ndodhur. O Zot, çfarë ka, tha ajo. Në dhomë u krijua kaos i heshtur. Kamerat u fokusuan menjëherë. Regjia ndezi dritat pak më fort. Klodi u përkul përpara, duke u përpjekur të merrte ajër me gulçe. Dhimbja e goditjes i kishte bllokuar frymëmarrjen për disa çaste, ato sekonda që duken si vite. Ndjenja e fajit. Eliona filloi të dridhej. Unë i rash, a? Zëri i saj u hollua si fije. Londrimi i vuri dorën Klodit në shpinë. Qetësohu vëlla, merr frymë ngadal. Nëga. Altoparlanti u dëgjua zëri i produksionit që kërkonte ndërhyrje mjekësore. Hapat e shpejt në korridor e prishën heshtjen e shtëpisë. Eliona nuk dinte ku të futej. Ta shpifsha natën zdeshta, betohem zdeshta. Ajo e preku në krah, por kishte frikë se mos e lëndonte edhe më shumë. Sekondat që peshojnë. Klodi më në fund mori frymë thellë. Ajri ju kthye në mushkëri si uji i ftohtë pas etjes së gjatë. Jam mirë, përshpëriti me zë të ngjirur. Por syt i kishte ende të mbushur me lot refleksiv nga dhimbja. Mjeku i shtëpisë hyri shpejt, e kontrolloi, i bëri disa pyetje të thjeshta. Nuk kishte asgjë serioze, vetëm një goditje e papritur që i kishte marrë frymën për momentin. Megjithatë frika kishte bërë punën e vet. Dhoma që u bë gjyq. Të nesërmen ngjarja u bë tema kryesore. Disa qeshnin me siklet, disa e egzageronin, të tjerë e shihnin si diçka të rrezikshme. Arbeni tha në kuzhinë. Këtu edhe gjumi po u bë sport ekstrem. Mira e qortoi. Mos u tall, njeriu de.